Ndryshimet klimatike ndikojnë në radikalizëm edhe në ekstremizëm tek populatat. Pak praktika kim përditshmëri për me qenë e kujdesshëm ndaj mjedisit dhe menaxhimit të qëndrueshëm burimeve natyrore, mani edhe këtu në zyre. E përdori transportin publik edhe pse është shumë sfiduese për mua që jetoj në Bregdillit, punën e bëj në Arbëri. Qëndrueshmëria mjedisore me fëmijët. A mundesh më na fol më shumë për këtë projekt? Kem rri mbi 5.000 fëmijë me trajnu edhe me eduku. Kur ka nisur rrugtimi i juaj për luftimin e ndërtimit të hidrocentraleve në parkun kombëtar Sharr edhe tek bjeshkët e Nemna. Sharr National Park edhe No Dams. Në momentin e vendosjes na veç jena kontë informuar që janë anulu 2 lejet. Ajo kon janë ndër ndoshta historiet e suksesit hala që na man në shpagim i punës që na man gjallë. Përshëndetje nga unë Diana Lusha dhe mirë se veni në platformën Diana Stories. Njëna prej shtyllave të rëndësishme të platformës Diana Stories është edhe promovimi i avokimit për mjedisin. Po për këtë temë, sot e kemi të ftuar një aktiviste goxha aktive në fushën e mjedisit në Kosovë, po ashtu edhe drejtoreshe e organizatës EKOZ, Egzona Shala Kadio. Egzon, mirë se vjen në podcastin Diana Stories edhe faleminderit për kontributin që po e jep në këtë aktivitet. Faleminderit shumë Diana për mundësinë edhe për hapësirën e dhënë për me bisedu për shumë gjana e sidomos për mjedisin. Faleminderit. Egzon, unë të një prej jashtë, sa kum pas mundësimet për cilë si aktiviste e zashme në fushën e ambientit. Kisha dashur me di se çu ka fillu, cilat kanë qenë ato pikat kritike ku ti ke filluar me identifiku veten si aktiviste në fushën e edukimit, e mani deri te rrugtimi i EKOZ, deri në themelim të organizatës EKOZ. Po, më shumë interesant me shpjegu pak historinë është mënyrën qysh ka rrjedh veç profesioni jam si ekologe. Se gjithë historia e aktivizmit fillon prej aty, prej studimeve të bachelorit edhe prej studimeve të masterit. Po fakti pse me zgjedh ekologjinë ka qenë në fillim aplikimi, unë jam përgatit për biologji, ka qenë drejtimi biokimi analitike që më pëlqej shumë pak ma interesant se so biologjia arsimore, ku janë konë 2 drejtimet e mundshme në bazë përgatitjeve të mia. 5 ditë para se më mbyll afati aplikimit, programin cilin unë dojsha me apliku, nuk arriti mu akreditu, parimisht nuk u hap edhe ke veç opsioni biologjisë arsimore apo ekologjisë. Edhe në qatë sens, për zgjedhi ekologjinë. Prej qysh ka rrjedh kjo, unë e tregoj shumë shpesh që para se me lindë unë, mami ka qenë shtatzane edhe ka qenë në përfundim të fakultetit të biologjisë, e që besoj që prej aty ka lindë ajo nevoja që më marrë nështë me aspektin e të kuptuarit tjetës, gjithmonë më ka intrigu edhe gjithmonë kom pas qef me kuptu ndërlidhjen e njerit me ambientin e jashtëm, me mënyrën e jetesës, ndërlidhjen e kafshëve, ndërlidhjen e bimëve. E këta edhe më rrita që me studiu, po gjatë studimeve qoftë ato të bachelor edhe të masterit, me një grup të kolegëve, e kuptum që jo shumë herë, ose jo shumë mundësi na jepën për neve si ekologa. Në tregun e punës, në tregun e institucioneve, në tregun e përgjithshëm të punësimit, ku na mundemi me pas ose një karrierë, ose një profesion adekuat me ushtru si ekolog. Gjatë kësaj kohës, të pas parasysh edhe problemet mjedisore fillun mu adresu, fillun paka shumë mu diskutu në për tryeza. Ka qenë koha e para themelimit të organizatës e EKOZ-s, kur ne, si grupi studentave, e diskutu mundësin çka mundemi me bu. E di që shumë shpesh i kemi shiku alternativat e bizneseve, po profesioni, natyra jonë nuk ishtë që i përket ke të pasurit apo të qenerit në biznes, edhe mundësia e vetme ke që si një grup i të rinjve, ta them, të trajnuar, të spethem në atë aspektin që kemi pas ekspertizë, po kemi pas njohuri edhe edukim në mjedis, edhe kemi pas vullnetin që me nda këtë dijen tonë me të tjertë. Modaliteti mënyra ma e lehtë ka qenë me kriju një organizatë.
Në themelimin e EKOZ-s, fillimisht e emri është Youth Ecological and Security Zone, që në kohën e themelimit, kjo siguria ka qenë e parashikume në aspektin e kërcënimeve mjedisore dhe kërcënimeve të mjedisit, po që në shkurtesën e vetë EKOZ e paraqet punën tonë tamam drejt për drejt, sepse është zani, që është zëja e gjuhës shqipe, që parimisht edhe mundohemi me qenë të zëshëm në punën tonë edhe në projektet tona që i implementojmë dhe iniciativat që i marrim. Kjo është nështë një rrugtim ku e shohim apo ku kome qenë kjo aktivizmi jam në rrugtimin e EKOZ-s. Shpresoj që kena me mri sa ma shumë me tregu rëndësinë e mjedisit edhe me qëllimin e vetëm që njeriu me konsideru pjesën e tij përreth si pjesë përbërëse të jetës e jo si diçka kërcënuese edhe jo si diçka të mirëqenie të garantume. Kjo është barjera që na duhemi edhe jemi të punu që me ty nuk mundemi me marrë si të mirëqen ujin, as ajrin e as tokën që i kemi edhe me shfrytzu deri në mas të tillë që jemi të shfrytzu sot pa konsiderat për të tjetrin edhe për gjeneratat që vinë. Pra, në ata se që shmujta me kuptu për i përgjigjes sane, ju me njëherë pas përfundimit të studimeve, ju bashkë me një grup të kolegëve, shokëve dashamirë të mjedisit, e keni themelu organizatën për mbrojtjen e mjedisit EKOZ. Edhe për ma saksisht, statusin legal, në cilin vete ka marrë? 2016. 2016. Vitin tjetër e kem 10 vjetorin e organizatës. Që 10 vjetë jeni kani në mbrojtjen e mjedisit? Me EKOZ, na kemi fillu si grupi studentave edhe ma heret, edhe me iniciativat të ndryshme, edhe kemi marrë pjesë në për organizimet të ndryshme, po mundësit e vitit 2025 ose vitit sot, edhe mundësit e 2014 janë shumë ndryshe se sa që mundem u përshkru. Në atë ko, EKOZ projektin e parë që ka marrë ka qenë i përkraje prej Ministrisë të Kulturës, ku projekti është inkorporu për radikalizëm, për parandalimin e radikalizmit edhe ekstremizmit, se thirrja ka qenë dedikume për parandalim të radikalizmit edhe ekstremizmit, edhe ne kemi vendosur si shkrem që ndryshimet klimatike ndikojnë në radikalizëm edhe në ekstremizëm tek populatat. As donacione të mundshme nuk ka pas, as tema e diskutimit të mjedisit ka qenë shumë e vështirë edhe shumë e perceptuar vështirë, sa që shpesh herë është na u ka kthy gjithmona e përgjigje që na s'po kena buk me hongër, ti po fol për ndryshimet klimatike. Kosova ka qenë në zhvillim, është hala në zhvillim, po që është shumë e mirë që konsistenca edhe puna edhe zërat e ndryshëm, jo veç joni, po të tjertë na janë bashkangjit gjatë këtij procesi që të paktën disa prej dëmeve mjedisore kena mri me ju kushtu vëmendje. Nuk po thomi parandalu se kena mri edhe ato raste, po ka shumë të tilla që na provojmë që të paktën me pas edhe një vëmendje, një vigjilencë mjedisore në çdo projekt cilin mendohet mu zhvillu. Veç me pas një konsiderat për mjedisin, ujin, ambientin, hapësirën, cilën jeton, që e kish me qenë në shta adekuatja për, po flas për politikë bërësit, për qëllimin tonë që na e kemi. E qartë. Ekzone përmende që nashta në mënyrë më të konsolidume keni pas avokimin ndaj mjedisit me anë të organizatës EKOZ. Po që nuk kanë pas edhe aktivitetet më hershme në këtë drejtim nga jo edhe grupi kolegëve të juaj. Mu po më intereson njashta aktiviteteve të EKOZ se shumë shoqënia të tash e minimizojnë rolin e vet që e kanë mjedis, se mendojnë që është diçka madhore projekti që ju takojnë qoftë autoriteteve shtetërore, qoftë organizatave të mëdhaja, po nuk e din për rolin e tyre të përditshëm çfarë mund me bë me kontribun të mjedisit, me qenë mjedisor ndaj mjedisit. Po atyre ndoshta ju mungojnë edhe modele, role ditore të përditshme qoftë nanave në shtëpi, qoftë grave në shtëpi, qoftë prindërve në shtëpi, qoftë ndoshta edhe një drejtorisht, një organizatë të caktuar se me ndiku ndoshta edhe stafi prej menaxhmentit. Unë kisha dashur të fillu prej ndoshta përditshmërisë sane në shtëpi, se ti çfarë praktika kim përditshmëri për me qenë e kujdesshëm ndaj mjedisit dhe menaxhimit të qëndrueshëm burimeve natyrore, mani edhe këtu në zyre që më krija janë mendësia edhe në vend punës për të qenë ritmisor ndaj mjedisit.
Po, ajo është njëna prej arsyeve kryesore që na luftojmë edhe unë luftoj shumë është që me lani shembull të mirë, sepse sado që i trajnojmë dhe ju informojmë qytetarët edhe ngrisim një vedi edhe ngrisim një kauz, ajo që kanë neve na mungon mas shumti është modelet, është shembujt mi pa. Në disa prej praktikave që unë nuk di edhe mi promovu shumë mire që është nështë mangësi shumë e jamja, po që e kemi kriju edhe na stafi i organizatës si një lloj jetese, lifestyle ta them, janë shumë të thjeshta, shumë të lehta që secili prej qytetarëve mundet mi bë. Në rastet e caktume, për shembull, unë nuk jam hala fulli vegetariane në sens, po e kam mishin shumë të reduktuar në përdorim, kam qenë në periudha të caktume kur ka qenë pandemia dhe kam pas pak vështirësi derisa të adaptohem në kalimin e plot në aspektin e lanjes së mishit. Po përveç kësaj, mbetjet e ushqimit për shembull çka janë ato të cilat mundem unë çdo herë marr me veti dhe i shfrytëzoj që çajt e mahallës me pas ushqim ato për cilat ata munden që me pas ju përkasin atyre që hahen po mendoj për tyne. Pjesën tjetër, mbetjet organike, kam një shport jashtë në terasë që tash kam rritë e treta edhe provoj që me kriju një formë të kompostimit, cilën ato mbetjet organike i mbloj mandej me dhe, që tash me qenë se fillon pranvera edhe i krijoj si pjesë të dhejut për saksit edhe për lulet e ndryshme që i mbaj. E përdori transportin publik edhe pse është shumë sfiduese për mu që jetoj në Bregdillit, punën e bëj në Arbëri edhe ka vështirësi në komunikacion se nuk ka linja të drejt për drejta, mesatarisht një kohë prej 1 orë 20 minuta mi merr kjo, po për këtë arsye edhe me bashkëshortin e kemi marrë një motociklet e cila po na shërben shumë ma mirë për koordinimin ton të lëvizjes brenda, që me largu përdorimin e veturës vetëm në rastet kur ajo nevojitet. Prej shoqënisë teme din edhe shumica që unë i frekuentoj edhe thrift stores edhe i blej bile prej shoqënisë teme i blej rrobat e përdoruna prej tyne cilët janë të reja apo që shkaku i peshës ose shkaku i ndryshimeve të ndryshme nuk i parapëlqejnë. Edhe i motivoj ata që me konsideru një rrobë apo një produkt që mundet mu përdor, provoj me bajt ujë me veti, me një termos, po ashtu na edhe në zyre marrim ushqimin me veti për me reduktu edhe efektin ton në mjedis me aq sa mundemi, por në situata të domosdoshme dhe jetësore i kushtojmë shumë rëndësi aspekteve tona në mjedis që provojmë na me kriju sa ma pak mbetje. Po flasë na se praktikat edhe të kursimit të energjisë i kam si çdo ndoshta gru në familje, po janë disa hapa që për momentin po m'bijnë mend që i praktikoj çdo ditë që për mu janë pjesë e jetës, po nuk mu ka dasht shumë me e ndrru edhe nuk është sfidë e madhe me ndryshu. Është shumë për hajgare se kur të fërgoj mbetjet e vezëve, unë i vendosi me një pjesë të plastikës që është e dukshme që me pa shumë a letë, edhe kur të thahen ato, mandej i vendosi si fertilizatori bimëve apo i oborrit jashtë. Ndryshimet dhe praktikat e mira na i kena edhe prej gjysheve tona, edhe prej nanave tona, që rrobat nëse na prishet, kur nuk jena mësu me gjujt, po e kena qep, e kena ndreq, e kena ripërdore. Këto ndoshta çdo jo vetëm grup, po çdo individ mundet lehtë mi bën jetën e vet, e që kjo është konsiderata e mjedisit se një sfidë që na pehasim është për edukojmë gjeneratën e re, fëmijët, po është shumë e vështirë me mri me eduku edhe prindin paralelisht. Një hapësirë e tillë në mes edukatës në familje dhe edukatës nga jashtë, me kalimin e kohës po provoj me zbut, e kjo është përveç të pa shembuj, se nëse një prind edhe me një fëmijë e sheh një shembull adekuat, dikon të mbjell një lule apo dikon të u kujdes për mjedisin, përveç që munden me diskutu, ata munden edhe shumë thjesht mu ndërlidh me atë shembull konkret, pa pas nevojë për trajnim, pa pas nevojë për ndonjë ta them aktivitet shtesë
që e zhvillojnë. Ose për më lidh me ty, edhe unë ndaj mendimin e ngjashëm me ty, se neve na mungojnë modelet, do me thonë qoftë të fillu prej njësisë bazë që është nisë në familje, na mungojnë që nashta prindit me qenë më sa ma të vetëdijshëm, po me i praktiku çdo ditë, qoftë me fëmijë, qoftë me rrethin familjar, idenë që shmujna me kana me sjellje të vogla më të përgjithshëm ndaj ambientit me anë të cila për shembull, mënyra se çu shkes gjeti me jetu, qoftë e shtëpia, qoftë nzyra, është një mënyrë e jetesës e një mesazh për komplet audiencën, që shmujna na qoftë edhe për gratë në avistri, qoftë edhe për menaxherit e tjera ose ato punëtore që shkojnë nzyre në punë, që shmujna bazë atitore na me qenë më të kujdesshëm ndaj mjedisit. Për çka më duk diçka më interesante është që jashtë kamerave përmendet që edhe familja jote është përfshirë edhe ta afërmit e juaj këtu edhe nxyrën silimin e zyrës, ku te pisonat edhe divani atje në zyrën tonë është i ripërdorur, edhe keni marrë nga familjarë edhe një pjesë tjetër është edhe keni ble, ose keni pranuar donacione. Kështu që edhe me këtë mënyrë që silojnë atë qoftë shtëpinë, qoftë zyrën, ndikon idenë e qenurit më të përgjithshëm. Po provojmë, unë zakonisht edhe në gjitha gjujtjen apo hudhjen e kam edhe duhet me pas secili besoj të mendumin e fundit, e që parimisht për momentin e kemi shfrytëzimin e një produktit edhe e gjumë. Produkti ka një jetë qindra mira vjeqare dhe mundet mu përdor për shumë personave pa nevojë të hudhjes vetëm, e jona është mja jep një shpirt të dytë. Këta kanë qenë, për shembull, njëri prej këtyre kanë qenë prej një kompanie të biznesit e cila na i ka jep dhurat, kur e ka pa që ardhën në takim dhe thjesht është dhuru, është një shpirt i ri që produkti nuk ka asnjë tmet, pse mos përdoret. Është shumë e lehtë me gjujt, po duhet me fillu me mendu, mi jap edhe një herë shpirt, edhe një jetë të dytë, edhe dikujt edhe me dërgu, edhe me dhuru, për shfrytëzim, për hapësirë, për situata të ndryshme. Na tash çdo herë kena provu që mi jep jetë produkteve, po nuk do me thonë patjetër që produkti me qenë i tillë që është që këtë tavolinë për momentin është i tillë, po jemi të mundu që vetëm kanë të saj mindru edhe krijohet si tavolinë e punës në rastin kur na nevojitet. Përmbajtja e saj është super e mirë edhe në këtë aspekt mendumi se është shumë e lehtë me marrë me gjujt me blet tjetrën. E lehtë si proces, po është e kushtueshme edhe ndoshta jo me mendu veç për kostën tem individuale si person, po edhe kostën e përgjithshme. Kushtohet në përpunim, kushtohet në ndërtim të kësaj, po ashtu edhe kushtohet edhe në transportim, në resurse njerëzore, në derisa të vjen, derisa të shkon kjo tjetra, për derisa këto kosto na i konsiderojmë si efektive në mjedis edhe që kontribojnë në krijimin e lirimin e gazrave që janë të ndatshëm, në sens, duhet me mendu çka mujna na me bo që sa ma pak me kriju kosto, sa ma pak me kriju mbeturina, sa ma pak me kriju ose me përdor gjanat të cilat janë të panevojshme. E jo çdo herë ja kushtojmë që të rëndësi të mendumit, a më duhet, a është e nevojshme, a muj me përdor të dikush tjetër, a muj me dhuru, a është një produkt i cili nashti ka alternativa tjera të përdorimit, është ma e lehtë me ble, edhe sidomos me ble në kohë kur e ki në zbritje, për shembull, që është njëna prej nxitjeve biznesore, që parimisht është produkt që as nuk nevojitet, po nxitja duhet mu stimulu me të mendumit, me ditë na çka po blejmë, me ditë ku jena në kontakt edhe pse pe blejmë qatë produkt. Po, qashtu që po ti ka shumë benefite në aspektin e të blerit, mallra ose produkte të përdora, qoftë në aspektin që edhe ka aspekti material, ka se janë që edhe me lirë nëse ripërdorim një material caktum, po edhe domi që ja shaktojnë a mjedisin, qoftë na fillojna me i ripërdor materiale ndryshme, pjesë na shtore ndim, qoftë për zyre, qoftë për shpen, na i shkaktojnë ama pak dam qoftë ajri, qoftë resurseve natyrore që duhen për me e prodhu një material caktum. Pajtona me mendimin tënë, sidomos punën që jemi tash e tutje të e zhvillu edhe të mundu që me thjeshtu sa ma shumë fjalonin mjedisor edhe praktikat mjedisore, sidomos për te gratë. Kem pas rasti vitin e kalum gjatë vizitave në bizneset të grave, bizneset voglat që miren me ajvarin, me turshit edhe me prodhimin apo përpunimin e tyre.
kur i kem pyet për shembull a bëni kompostim, gratë shumica kanë thonë jo, se kanë njoftë edhe si shpejë. Terminologjinë, po. Edhe po nuk pyetshin se çka është taj, po zakonisht përgjigja është po, jo. Përgjigja ke jo. Të e pa që në praktik mandej në vizitë i shishim që janë të bo një farë lloj të kompostimit. E ndrum mënyrën e të pyeturit edhe pi thojmë çka ndodh me mbetjet masi ti fërgon një specat edhe ti qërani që ka ndodhë me to. Po, i qesim që atje në oborë dhe i lojna mu bu pleh, mandej. Parimisht e kuptum që terminologjia nuk është hala që kam ri, po praktikat janë ato që ekzistojnë hala në për familjet e tona, edhe që për shkak të kushteve ekonomike, ka njëherë konsiderohet mjedisi si një praktike mirë në aspektin e ruajtjes vlerës monetare. Në familje, mos shpenzimeve të hollave të panevojshme, që janë si kjo praktika e kësaj, po është edhe praktika që gratë kryesisht i lëshojnë lavatriqet ose pjesë pajisjet tjera të teknikës të bardhë gjatë mramjes, edhe pse piku ma i madhi i kërkesave është gjatë ditës, po arsyeja kryesore nxit se ka qenë që rryma është ma lirë. Kjo është njëna ndër praktikat e tjera që mundemi me përdor pa qenë e nevojshme me u bo bazë me ekonominë, me ndërlidhjen financiare. Ujin për shembull, çdo mëngjes, kushdo që i pastron dhëmë mëngjes ose në mramje, veç rubinetin me nal gjatë çatij veprimit, i kursen rreth 200 litra ujë. Ose kena shprehi me lanë në shut për derisa. Po, shprehi e pa mendume menoj, jo e pa logjik se gjithmonë ka pas ujë. Nuk na ka ra kur me pas 6 muaj pa ujë, situata të tilla që m'ja dit vlerën. Fatkeqësisht, tash ka ardhur koha që po afektohemi, e çajo e ka ngrit edhe vetdijen mjedisore ma nivel më të lartë. Po kem raste të thatësisë, po kem raste të ndërimit të temperaturave që po na sjellin gripe, viruse, situata ndryshme, po kem raste të vërshimeve edhe pa pas nështë ana shumë nevojë që me ngrit zonin e avokimit, edhe qytetarët po vetdisohen se po ndodh në Dubai, në vendin që lundron në pare, po ndodh vërshimet edhe nuk po është i aft as Dubai me parandalu. Që ajo fatkeqësisht janë shembujt që po na i tregojnë qytetarëve që edhe Kosova përfshihet, edhe Kosova është pjesë e këtyre ndryshimeve, se jena pjesë e globit, nuk ndryshimet që po na vijnë janë shumë më të shpejta se sa mënyra e jetës që na jemi këtu e bo për momentin. E qartë, po në ata që edhe te veç për me konfirmu, po gratë në bazë ditore mund me kontribu në ata që me qenë mision të ambientit, tu i menaxhu në mënyrë të qëndrueshme qoftë ujin, po qoftë edhe mbetjet e ushqimit që janë organike, qoftë për pleq që mund me ripërdor, apo edhe për arsye tjera. E kësona folëm pak për se çysh mund në baza ditore me qenë mision ndaj ambientit, jo domosdoshmërisht me qenë pjesë e një entitetit caktuar, pjesë e projekteve të mëdha që na mos me minimizuar rolin tonë në mjedis që e kem. Unë tash kisha dashur me u fokusu, e di që keni aktivitete në fushën e edukimit, në fushën e ambientit, në fushën e mbrojtjes së lëmendjeve. Unë kisha dashur me vendos tash fokusin te pjesa e projekteve në fushën e edukimit që keni ndërmarr. Një projekt që se e keni ndërmarrë së fundi ka qenë qëndrueshmëria mjedisore me fëmijë. A mundesh më na fol më shumë për këtë projekt? Projektin qëndrueshmëria mjedisore me fëmijë e kemi filluar të pas parasysh mos përfshirjen e fëmijëve mjaftueshëm në aktivitete mjedisore. Na jemi të specializuar edhe kemi qenë për të rritun, për avokem edhe për këto, po jo çdo herë kemi pas qasje edhe tek fëmijët. Projekti është vazhdon ende në 4 komunat e Kosovës, ka pas si target Prishtinën, Pejën, Gjakovën edhe Mitrovicën, nga 100 fëmijë në përgjithësi që kemi punu drejt për drejt me ta, nga këto 4 komuna që i vjen nga 25 për komunë. Po që parimisht mandej kur i kemi zhvillu aktivitetet e trajnimeve për këta fëmijë, kemi pas shumë kërkesa nga institucionet publike, shkollat edhe nga shkollat private për trajnime të tilla të fushave të ndryshme, ku edhe tash mo kemi, se nuk ka organizata që specializohen në edukimin e fëmijëve nga aspekti mjedisor, hala me sa e kam parasysh, neve na kanë ndihmuar në këtë rrugtim edhe Save the Children që janë të specializuar në aspektin e përfshirjes fëmijëve. Kem rri mbi 5.000 fëmijë me trajnu edhe me eduku edhe me
ta them, mi angazhu në aspektin e mjedisit, qoftë me mbjellje ku deri tani kemi mbjell mbi 400 lloje të blinave në për territorin e Kosovës, shkolla, hapësira publike në vende ndryshme. Kemi dërgu edhe vizitë studimore të fëmijëve në Sloveni, ndër të tjera kemi edhe audiobooks apo librat të cilat i kemi pas si një mjet i cili mundet mu përdor në bashkëbisedime të prindve me fëmijët që janë 3 deri më tani në gjuhën shqipe, që jemi edhe të i përkthyer në gjuhën serbe, që mandej edhe do të shpërndahen nëpër institucionet shkollore si një lloj mjeti te landa ekologjia dhe mjedisi, që me bashkëbisedu fëmijët në shkollë me njëri tjetrin edhe me arsimtarët e landës. Po kemi edhe të planifikuar që t'i krijojmë edhe 3 kopshte të jashtme si vjet në për shkollat tona, që fëmijët edhe të mësohen me mbjell patate, domate, rozmarina, këto melmesat e vogla që ta ngrisim pak a shumë një vedi në shkollë, po që potencialisht shkolla edhe të mund ta krijojë vet ushqimin për konsum edhe për fëmijët. Këto janë vetëm disa se kemi pas, po. Kemi pas edhe vazhdojmë me pas shumë përkrahje edhe prej partnerëve tanë, njëri ndër ta që është Lena Klopçi, që cila edhe do të vijë në Kosovë, përveç që kemi dërgu fëmijët atje, kemi ftuar edhe këtë si musafire, që është autori e audiolibrave, edhe që është një eksperte në fushën e mjedisit, me shumë vullnet që vjen në Kosovë dhe ka me i bashkëbisedu me fëmijët, ka me ligjeru, ka me trajnu, me pru praktikat mira që ata çka munden me bo në qëndrueshmëri, në aspektin e zhvillimit të jetës me një vigjilencë mjedisore. E qartë, tash për nasha me qenë edhe ma konkret me gjithë ata që po na ndjekin, në kuadër këtij projekti qëndrueshmëria mjedisore me fëmijët, kanë qenë përfitues nxënësat e shkollave fillore, nëse po të kuptoj saktë apo. Po, 13 deri në 15 vite. 13 deri në 15 vite, domethënë me grup moshën e adoleshencës së hershme keni punuar që prej tash me ngrit kapacitetet e tyre dhe me pas këtë mendsinë për mbrojtjen e mjedisit. Projekti i dytë që përmendet ti është edhe projekti përmes përkthimit të audiolibrave që Lena Klopçi, nëse po e theksoj saktë emrin e saj, dhe nëse çfarë caktohet me hulumtu për jashtë është slovene, edhe aktiviste e mjedisit, dhe në bashkëpunim me ta keni arritur që me i përkthy 3 libra për fëmijë, prej grupmoshës 3 vjeçare. Po. E këzon ku mund me gjetë gjithë ata prindër që nashta po na shohin neve, gjithë ato mësimdhanës, shkolla, që nashta nuk kanë rrinë me pas këtë informatë deri ditën e sotit, ku mund me gjetë këta libra, si janë qasshëm, a janë me pagesë, a janë falas, ku mund mu shërby me këta libra? Librat janë pa pagesë, janë falas, na i kena lancu në Spotify, është EKOZ Audiobooks, ku gjithë munden shumë thjesht në një klikim edhe me pas qasje në ta që mi dëgju. Janë edhe të shpërndarë në për rrjetet e tona të Facebookut, që ma lehtë munden është ta mi gjetë përmes faqes tonë të internetit apo web faqes, kudo, po edhe munden me na me shkrujt, kem pas edhe kësi kërkesa që na kanë shkrujt shoqënia jam, njerëz që i njoh, ku munden mi gjetë, kështu që po besoj që janë shumë të lehtë edhe shumë të qasshëm, janë të lexuar prej një djalit që kena provu edhe gjuhën e kena ndryshu të librave, kena adaptu taman për fëmijët me atë sa kemi ta them që kemi eksperimentu në këtë bashkëbisedim, që prindi me fëmijën të paktën edhe sidomos gjatë kohës së mëngjesit në kolonat e trafikut, mos të fillojnë me një atmosferë të ngurtë, po ta fillojnë me një diskutim të mirëqenë, se janë të shkurta, 7 minuta, 10 minuta, të ndara në kapitoj, këto audiobooks të dizajnume e në kas që me mujt me bashkëbisedu prind edhe në mramje edhe në gjatë orës të ditës me kriju një bashkëbisedim, se janë edhe karaktere të zhvillume për fëmijët që me kuptu ndryshimet klimatike prej sensit të prallave në qatë esencë. Që është metodologji më e lehtë për edukimin e hershëm për fëmijët. Ku e dhave edhe mesazhin direkt se edhe qysh mund edhe prindit mu angazhu në këtë projekt, në këtë kauzë për mbrojtjen e mjedisit, dhe se qysh mund indirekt edhe ata ndoshta mu eduku përmes resurseve edukative, po edhe qysh me pas një farë mësimdhënie, nëse muj me thonë tek fëmijët e vet, edukim jo formal. Po se shpesh e kena pa këtë rastin që fëmijët na thojnë po bre mësuese ti po na tregon, po kur po shkojnë në shtëpi unë a pet mami më çon në shkollë me vetur.
është e vështirë për fëmijën që me kuptu një situatë, një gabim të padijshëm ose të pavëmendshëm prej prindve, po me reagu si tillë se nuk konsiderohet hala, nuk konsiderohet të na mjaftueshëm një fëmijë i aftë që me kritiku prindin, në këtë sens nëse e kanë të dytë një të përbashkët, që është konsiderata ndaj mbrojtjes mjedisit, këto... Kanë rol modelet e shtëpia, prindrit e vetë. Po, munden me kriju një rast edhe një bashkëbisedim shumë atjesht. Na punojmë shumë në krijimin e shprehive, pa e vrejtë që janë shprehi ato, që ato po mundohemi, e kemi testu, e kemi provu, po mendoj para 3 ditë e kemi themelu platformën mjedisore në Kosovë me një grup prej organizatave të shoqërisë civile kosovare dhe serbe, edhe gjatë zakonisht kur ju kemi jep opsionet e zgjedhjes së ushqimit, vegetarian ka qenë ai që nuk ka pas shumë për zgjedhje. E fillum që mos me kriju për zgjedhje, po bisedu me restoranin që ofroj ke hapësirën që me pas ushqim vegetarian, edhe në fund të ushqimit të drekës, ju të regum gjithve që sot keni qenë vegetarian me ose pa dëshirë, edhe ke një pozitiv, një reagim pozitiv që shpesh herë na nuk e vrem që jemi vegetarian apo jemi të e bo një aspekt të mjedisit, një favor të mjedisit, po që duhet ka njëherë ta theksojmë ma shumë. E këto janë disa prej metodave që nëse i nxisim me anë të veprave, është mënyra ma e lehtë dhe ma e mirë, po shpesh herë edhe na nevojitet një aspekt i motivimit. Ata që bojnë vepra mjedisore, ata cilët janë të kujdesshëm për mjedisin, fatkeqësisht nuk vlerësohen, nuk çmohen, po përkundrazi ballafaqohen me 100 tjera sfida edhe me 100 ego të ndryshme që i demoralizojnë edhe këta vullnetarët, edhe këta kontributënësit që hinë në thesin se jemi gjithë në një. Është ngushëllimi ma i lehtë që mundemi me pas, po kur kemi probleme mandej me vërshimet ose situatat të ndryshme, nuk jemi të gjithë në një, jemi na edhe fatkeqësisht vetëm si individ në mbrojtje të vetës tonë, është shumë e vështirë me garantu mbrojtje prej dikujt tjetër ose për dikën tjetër në situatat e ardhshme që po na vijnë. E qartë. Egzone përmend në platformën ambientale të Kosovës, e cila është themelu rishtas prej juve, dhe mësa e kum pa në rrjetet sociale në faqet e EKOZ, është tash këtë mars, me 18 mars nëse du gaboj. Sa organizata janë përfshi në këtë platformë për mbrojtjen e mjedisit, dhe cilat janë disa nga objektivat e saj cilat i keni vendosur rishtas, pak shkurtimisht më na fol për këtë iniciativë. Kuptohet që për më marrë me mjedisin vynë edhe strukturë ma e organizume, po kërkohet edhe një angazhim sektorial, një angazhim i përgjithshëm. Kemi provu shumë herë janë 2, fillimisht Koalicioni 27 e mandej Kosova Environmental Network, 2 prej rrjeteve të cilat për shkak të pandemisë kryesisht edhe ndryshimeve dinamike nuk kanë arritur që me funksionu. Platforma që na e kemi kriju është ardhur si një nevojë që fillimisht organizatat me qenë të bashkume, me pas një pikë kontakti për mjedis, me qenë një grup në të cilin mundemi me kontribu për mjedis. Kjo është qëllimi kryesor i platformës, është kontributdhënia për gjendjen e mjedisit. Janë deri më tani 22 organizata të listuara, jemi në proces të hapun, të i pranu edhe organizata tjera, çka është e mirë që kemi 5 organizata prej komunitetit serb, ndërka të tjerat janë kosovare. Jemi në procesin e konsolidimit, se ka shumë probleme mjedisore që nuk mjafton vetëm 1 apo 2-3 organizata me përballu, ka shumë aspekte ku qytetarët po dojnë me kontribu. Kjo është njëna prej mënyrave që na e kemi konsideru si një kontribut dhënie për qytetarët. Kanë me pas mundësi mu bashkangjit në aktivitetet tona, kena me bo qoftë protesta, qoftë opsione, vizita, çka do që mundet me dalë, po kryesisht është e dedikume me nxit politikbërjen, se u dëshprum shumë kur e pam që në zgjedhjet e fundit në asnjë prej programet e politikës nuk ju jap rëndësi mjedisit. U diskutu në disa prej programet e partive, po
gjendja është e tillë që duhet me pas ta them një urgjencë, duhet me pas një vëmendje më të madhe, duhet me diskutu shumë ma shumë se i kemi qajt jashtë, kemi veturina çdo kohë, kemi gjendjet lumejve katastrofë, kemi cilësit ajrit, kemi njerëz që janë mbi 360 rastet kancerit në 2 muaj, është situatë alarmante për mu marrë me të. E kjo nevojë na grumbulloj. Edhe takimi radhës do t'jetë edhe një lloj i ngritjes kapacitetit këtyre organizatave që me arrit me bo një monitorim edhe një raportim adekuat në mjedis edhe mu fuqizu si platformë. I kemi nda 2 fushat të veprimit, po mendojmë me fillu me menaxhim të mbeturinave dhe me cilësi të ajrit, po gjithë rrjedha ka më shku në kuadër të grupit edhe në kuadër të rrjedhës. Pra kjo platformë ka me qenë një mundësi për gjitha organizatat e shoqërisë civile me fokus ata dashamie që janë të mjedisit, që përpos që keni ngrit kapacitetet bashkë me njëri tjetrën të nda njohuritë e juja, përvojat e juja, ka me qenë një mundësi që shte edhe ti për mi plësu nevojat e politikë bërjes edhe agjentët e autoriteteve shtetërore. Keni minimu me një platforme edhe me eduku indirekt edhe autoritetet lokale e nivel qytetit që me qenë matë përshime në agjendat të gjelbra. Po, e vërtet. Edhe mi jep mundësi qytetarëve, se kome pas edhe, na jena organizatat jena antarësi e plot, po kome pas edhe observus, në këtë rast mundeni me qenë ju si media, në aspektin e përhapjes informatave, apo për çështje të rëndësishme që inkuadroheni, por në aspektin tjetër kemi me pas edhe qytetarë kontributëdhënës cilë dëshirojnë me jep kontribut në një fushë caktuar, janë të prirur ose prej regionit, mundet me pas një aktivitet në Gjilan, kanë me qenë qytetarët ata që kanë me qenë të informuar dhe munden lirisht me kontribu në qatë aspekt. Kem pa shumë nevojë dhe kemi shumë nevojë, na jemi vetë të ingrit kapacitetet tona, se kem shumë nevojë me u zhvillu qyshmi avancu qytetarë, qyshmi ndërlidh qytetarë që me u bo ma shumë aktivista, ka shumë, po edhe ata nuk është që kanë dyrë të hapuna, nuk është që kanë pa në i rezultat adekuat, edhe pse kem pas rastin e Badovësit, parandalimit villave, rastin e Klinës, parandalimit të ndërtimit të fabrikës atje, ka pas raste, po thëmë, ose të vogla, ose të mëdhaja në instancë, por tash i kemi hidrocentralet dhe janë... Këtu kësha dosh punal të hidrocentrales dhe jemi ka afro me ka funde intervistës edhe deri tash u mundum që përmes mekanizmave të ndryshëm që keni mjetëve, qoftë fushën e edukimit, qoftë fushën e angazhimit komunitetit, që tash veç edhe e keni konsolidu kauzën e juaj bashkë me organizatat e tjera, përmes platformës ambientale të Kosovës, kisha dashur tash mundal te gjithë kjo punë kam rri me histori e suksesi, që është konsolidu në ndaljen e funksionimit të disa hidrocentraleve në parkun kombëtar Sharr. Po para se me mri te këto rezultate pozitive për Kosovën, kisha dashur më shumë me disa qysh ka qenë kur ka nisë rrugtimi i juaj për luftimin e ndërtimit të hidrocentraleve në parkun kombëtar Sharr edhe tek bishkët e Nemna, sa ka zgjatë ky proces, kush ju ka bashkangjitur rrugës, e di që është jeni përfshi edhe në kampanjën Save the Blue Heart of Europe, edhe kisha dashur me ditë qysh jeni bashkangjit kësaj iniciative ka ardhur deri te thirrja për me bashkangjit në këtë kampanjë deri te rezultatet pozitive që fatmirësisht i keni ndërmarrë gjatë nëntorit 2024 nëse nuk gaboj. Po njëna ndër kauzat kryesore në cilat unë kom qenë e përfshime se tash e kam edhe një përgjegjësi tjetër si aktiviste mjedisore, jo çdo herë përfshina si EKOZ, po herë si profesioniste, herë si aktiviste, herë kështu të gjitha. Këto në hidrocentrale kom qenë ma shumë e përfshime në aspektin e aktivizmit prej kur ka fillu shpresa me reagu. Ka qenë 2014-15, kur jenë konë hapat e parë, po reagimit taman ka fillu 2019 me protestat në Pej edhe mandej ka vazhdu prej atëherë me protestat në Beti edhe në vendet e tjera të Kosovës. Kuptohet si aktiviste, kom përcjell nga afër, kena shku, kom përcjell prej Deçanit, e mandej, se pjesa e Sharrit ka qenë ma shumë grupa apo ekipa e organizume e Gajës, që kanë marrë përsipër se grup multietnik, u dash kemi qenë edhe shqiptar edhe serb, që e nje gjuhën edhe që janë të lokalit apo të zonës atje. Fillum me qenë se
kena pas një shkputje në aktivizmin për hidrocentrale tu bazu në premtimet e dhona të qeverisë që E keni marrë për të mirë qenë? Po, sepse dita e dytë e ministrit që ka fillu punën, na kena qenë të ftuar, edhe dita e tretë ka qenë në biti me një lloj të premtimit që nuk do të ketë më hidrocentrale. Dhe kjo ka qenë konsideru që për neve është një lloj fitores, që nuk do të ketë më, do t'i gjendet një zgjidhje. Nuk është që na e kena elaboru procesin e zgjidhjes, po e ka marrë ministria, ka kriju raportin, identifikimin e problemeve, gjitha edhe ai raport hin dollap edhe kur mo nuk hapet. 2 vite e tutje e pam që nuk ka një reagim, nuk ka një kurgjë, një proces, u harru, nuk e dishim ajen të operu, parimisht ishim të operu, edhe mande e vendosëm që me ngrit zonin ndërkombëtarisht edhe Ekozoja filloi me kërku qysh mundemi me bashkëpunu në këtë aspekt, se hidrocentralet vazhdojshin u harru situata, politika erdhe re edhe ke shumë e vështirë për neve me rifillu. Në janar të vitit të kalume kemi rifillu me aspektin me kërkesën e Riverwatchit që me mujt me bo diçka konkrete, se u shike dhe ata e panë që nuk ka në rezultat, nuk ka në efikasitet, edhe na më rritën, na kontaktun që qysh mundemi me zhvillu tutja avokimin në Kosovë. Organizata ndërkombëtare Riverwatch. Po, Riverwatch. Ata e kanë kampanjën e vetë Save the Blue Heart of Europe, që e ka shpallë edhe Vjosën si park, si lum i vetëm i shpallën si zonë e mbrojtur, se zakonisht janë parqet kombëtare të mbrojtura, po ata kanë mritë që me ndru ligjin, me ndru gjithë procesin, edhe me kriju një rast sui generis në Vjosë. E të njëjtën e kemi kopju edhe na në Kosovë, me qenë se jemi afër me Shqipërinë, edhe tu i vendos shkronjat, e kemi testu herën e parë, se kanë qenë shkronjat mëdhaja deri në 10 metra të mëdhaja, edhe jem konë me, sot dhe diskutum, të faktën kanë qenë shumë vështirë me mbledh edhe bashkëpunëtorët edhe aktivistat, me unë gjitë Majet Brezovicës, pikë të verës, për me gjitë të shkronja, konë diçka... Aksioni me shkronja, po. Konë shumë sfiduse, në sens se na e kuptum, u takum edhe me kryeministrin, u takum, e dërgum edhe letra, edhe gjykate, edhe ankesa, edhe gjitha, edhe kuptum që në aspektin e institucioneve tona nuk ka shpresë që mirën me hidrocentrale. Kërkoj ke nevoj, këtu ke momenti që edhe Riverwatch na mriti se kërkojshim për kraje ekspertizë ndërkombëtare edhe në farë aspektit ta bojmë të madhe ndërkombëtarisht, se vetëm institucione ndërkombëtare tash munden më marrë me kauzën. Çfarë slogani keni përdorur në aksionin kundra hidrocentraleve në aktivitetin që po e përmend tash? Po, ka qenë është shkronjat e mëdhaja ku shkruan Sharm National Park edhe No Dams. Në cilësin tonë, kemi shku atje, kemi vendos, kanë qenë materiali i reciklueshëm i ndërtuar që dash me gozhda, me kreta e hapësira, si një lloj hikingu, mu vendos edhe në momentin e vendosjes, na veç jena konë të informum që janë anullu 2 lejet. Ajo konë janë ndër ndoshta storjet e suksesit, hala që na man... Një shfagemi punës që na man gjallë, por që hala është procedura, 2 prej hidrocentraleve, që nëse ju ka rame shku Brezovic kohët e fundit, momentin kur kthesh hala pa mrite pika e fundit ku shkon me vetur të Molika që i thojnë, në anën e majt është një villë shumë e mire, që aty është një hidrocentral që absolut as villa e ndërtume në emën të monitorimit të hidrocentralit nuk guxon me ekzistu, e aq më pak hidrocentralis është park kombëtar. Parqet janë dedikume si zona ku njerëz mund me prek. Na i kena hidrocentralet... biodiversitete. Po, e hidrocentralet janë në zemër të parkut kombëtar, sepse odasht e kanë gabu një fakt. E drejta ujore jepet me koncesion. Thuhet, unë i kam si shtet i Kosovës 1.000 litra ujë për me prodhu energjin, hajdi me ofertu kush e bën mas mirë të të mundë shumë. Te na ka shku, i pari që ka ardhë, ka thonë, unë e përdu me marru një hidrocentral qëto, për marrej edhe ditën e... Ka pas thirrje, prej qeverisë. E tash e drejta i takon ati biznesmenit për ujin tonë, që është në çdo hap shkelje drejtë se për që ata janë ndërgu mande janë ngritë edhe qytetarët në protestë, se aja nale dhe lëshon ujin kur dënë, nëse s'kena kontrol, nëse s'kemi instanca. Po, ky aspekt neve na prunit e avokimi konkret. Kena bo një studim ekologjik,
me profesorat e fakultetit i orientuar prej Riverbacit që me pa tamam impaktin e tyre në mjedis hidrocentraleve, kena bo një padi ligjore tamam në aspektin konsultativ që i kemi dërgu te Sekretariati e Energjisë, kemi bo avokim konkret, kemi përdor mjete dhe mjete të tjera të cilat e kanë argumentu që na e kena faktet që nuk duhet licencohet këto dy prej hidrocentrale. Primit studimi që e keni bërë edhe ka rezultu me një raport, cilat janë disa efekte të drejt për drejta që e kanë cenu biodiversitetin nga të qenurit funksional hidrocentralet në parkun kombëtar Sharri? Çka është cenu specifikisht? Specifikisht numri i gjallësave, nëse mundemi, është 5% në pikën e fundit marse në krahasim me vendin pa pikë marse që është 95% më i madh. Domethënë ka një ramje në numrin e peshqive, në numrin e organizmave, mikroorganizmave të tjerë. Kjo është një në ndër të gjeturat kryesore, por që efekti tani më i madh shihet edhe në llojet e mikroorganizmave që gjenden që ushqehen apo në këtë rast pin ujë nga ato burime, që ka efekt të tërthort në paksimin e numrit, në domethënë në zhdukjen deri në asoj lloje, po flas për florë edhe sidomos edhe për faunë, se është burim i ujit që rrjedh në shumë sipërfaqe dhe ushqen shumë organizma në atë zonë. Mos me hitë llojet e organizmave cilët janë janë llojet kryesisht të peshqiv, cilat janë analizu prej profesorave dhe që efekti në numër është primari që tregon se sasia ujit edhe ato fish species apo kalesat e peshqive nuk janë absolut të respektume. Për shembull në rastin e kelkosit në Bjeshtë e Nemura kemi pa që investitori ka menuar që peshqit fluturojnë, se janë 2 metra të lartë nga krahasim nga sasia e ujit që gjendet në ta. Këto janë drejt për drejt të ndërlidhura prej faktit tyre hidrocentraleve dhe në fund është 3% total e krejt hidrocentraleve të Kosovës, 3% e energjisë krijohet prej tyre, e që është një vlerë shumë e vogël për kaq shumë dëme mjedisore që i ka sjellë. Edhe biodiversiteti pa dhe qytetarëve që jetojnë në ato komunitete. Po, kjo është nështë shembulli më i mirë që tash keni mujt me vrejt me këto ankandet e energjisë, e kjo është shembulli që kena mësu për hidrocentraleve që nuk konsiderohet si e tillë, kena largu mundësinë e furnizimit të Kosovës me energji elektrike prej ujit, se s'ka sasi të ujit, edhe kemi avoku shumë që edhe dielli tash në procesin e kalimit të Kosovës nga energjia e ndyrë në ato të ripërtritshme, të jepet me plotësisht të drejtë në formë të ankandeve që janë edhe të zhvilluar, që është nështë një mësim i mirë që mundemi me marë prej një përvoje shumë të hidhur si vend. E këzon kur jena të luftimi i hidrocentraleve në Kosovë, si histori suksesi që për gjitha ta të gjusë shikues që janë të nga përcjellë për momentin, unë kësha dasht me di specifikisht cilat hidrocentrale keni arrit me i defunksionalizu. Janë... Cilat operator që kam punu atë? Po, janë prej 4-ve që janë në parkun kombëtar. Problematike, na i kena 2 operatorë, është Matkosi në Sharrë dhe Kelkosi në Bjeshtë e Nemura. Matkosi ka 4 hidrocentrale, është Shtërpca, Viqa, edhe është Sharri edhe Brezovica. Po, falë se më nga trun. Këta 2 të fundit, Shtërpca dhe Viqa, i kanë lejet për 5 vjetë, se planifikohet që më jep edhe më kriju diga e Firajës, si njëna ndër brengat e tjera që jemi edhe na tu marrë me të, edhe parimisht ju ndërprehet edhe sasia ujit, edhe 2 të tjerët që gjende në pikat marse që i kanë në pjesën e parqeve kombëtare, Brezovica që i kanë ndalu edhe Sharrin që kërkohet prej investitorit që me dorëzu edhe njëherë pëlqimin mjedisor, procesin me ndjek të aplikimit. Por në pëlqim mjedisor, 2 herë janë verifiku koordinata që ato gjende në park kombëtar. E kështu që ose duhet investitori me
me ndru koordinatat, me ndru totalisht procesin e vetë, ose duhet me pranu faktin që nuk mundet me operu si tillë në qato koordinata, në qato hapësira. Me këto zhvillimet e fundit me digën e Firajës, duhemi edhe na mu përkujdes edhe jemi të interesum, po fatkeqësisht hala është në fazën e studimit fizibilitetit e tjera, po në zonën poshtë të Brezovicës, hala pa më ri, dhe më thonë pjesën lartë, mendohet më kriju një digë e cila ka me siguru ujë për banorët e asaj zonës, e që në parim nëse nuk ka hala transparencë adekuate, se na nuk pëdim hala a e prek parkun kombëtar apo jo ajo zonë. Thuhet që jo, po shpresojmë që ka me qenë një hap më i madh, se edhe kjo është një lloj i hidrocentralit që duhet mu kriju në formë adekuate, edhe pse është për qëllimin e ujit pijes, nuk është esenca që me dëmtu mjedis për me kriju një alternativë me shkatru një tjetër. E qartë. Zonë, kretë na mërënëm tashti në fund të intervistës dhe e përmbyllëm me një histori suksese që gjithë kjo angazhim në këtë kaos kanë rrimë me pas edhe rezultate pozitive. Edhe është shpagu puna e juve si aktiviste, komplet gjithë atyre organizatave shoqërisë civile që ju kanë bashkangjitur kësaj kauze. Unë për me folë nashta për mesazhin ose rolin e grave dhe të vajzave në aspektin e luftimit ndryshimeve klimatike, unë besoj që ju sot me këtë përvojë që ndodh një shembull më i mirë se si vajzat edhe gratë mund mi luftu ndryshimet klimatike, unë po e shoh që në ju i keni edhe stafi është i përbëm prej vajzave, edhe kështu që besoj që e japni një mesazh direkt se si vajzat me ekspertizën e tyre, me njohuritë e tyre mund me kontribu kundra ndryshimit kundra me sfidu ndryshimet klimatike. Ajo është asaj që përmend në përvojën personale, qoftë shtëpia, qoftë në zyrë si kontribon baza ditore me luftu ndryshimet klimatike. Unë krejt për fond zakonisht me krejt musafirët kam qef që me përcjell një mesazh tek audiencat, tek prindrit, tek të rinjtë, të gjithë ata që po na ndjekin, cili është mesazhi juaj në aspektin e mbrojtjes së mjedisit. Çfarë mesazhi kishit dashur me ka përsy me të kalu te audiencat që po na ndjekin në shoqërinë kosovare? Na krejt e dojmë mjedisin e pastër, krejtve na pëlqen një mjedis i mirë, po jo krejt e mbrojmë. Edhe mesazhin edhe që organizata Ekoze ka, nuk mjafton veç me dasht, kur gjë. Në aspektin edhe telefonin e dojna, po çdo mramje e mushim me bateri, e kujdesemi për të për të nesërmën. Njëjtën aspekt e ka mjedisi. Duhemi jo veç me dasht një vend të pastër, po edhe me mbrojt që çaj vend me qenë i pastër. Sa do me qenë kontributi jonë, nëse konsideron që është shumë i vogël, është shumë i madh se çaj kontribut shumë fishohet me një numër të madh, edhe gradualisht një veprim i vogël i një individit, nëse e sheh dikush tjetër, gradualisht jep një vedije që edhe ai mandej përcjellet. Mos janë shkaloni kur veprimet e vogla, e sidomos ato që na bojnë ma pak përtac. Përtacia është e kundërta e mjedisit, se sa ma përtac që je, aq ma komod e krijon jetën edhe aq ma shumë dëm në mjedis krijon. Përtaci nuk është me ecë 300 metra, me bo një rrugë, është e mirë për shnetën, është të krijon socializim, të krijon edhe ambient ma të përshtatshëm, po të njëjtën kohë edhe kontribon përveç me jap shembull të mirë, edhe mos me përdor një veturë që parimisht ma shumë ta dëmton mjedisin se sa që të bën nerë që shkurton qatë rrugë të ndër. Ata ke fundit në ato e cenu të tashmë në të ardhën e brezave të arshëm fëmijëve, mesave tona. Ekzon, faleminderit për kohën dhe kontributin në këtë aktivitet, në promovimin e këtij diskursi mediatik, në promovimin e mbrojtjes së mjedisit. Faleminderit shumë për kohën tënde. Faleminderit edhe juve për mundësinë edhe për mënyrën e tregimit të kauzave tek qytetarët, se kemi shumë për me bisedu, e kemi shumë raste ndoshta konkrete të tilla, po që modaliteti me një gjuhë ma të vështirë është shumë i egër për qytetarët. E bashkëbisedimet shpesh herë edhe neve na kanë lehtësu ma shumë që me mrit e qytetarit e individi me ndryshu një veprim apo një situatë të caktuar. Faleminderit shumë.